Kryeministri të mos merret me spine, ka stagnim në ekonomi dhe nuk do të ketë rritje, po e konfirmojnë këtë edhe institucionet ndërkombëtare. Kështu përgjigj lideri i LSDM-s Venko Filipçe deklaratave të kryeministrit Kristian Mickoski, i cili kërkoi që Filipçe të tregojë se çfarë mendon për Zoran Zaevin. Filipçe thotë se kryeministri duhet të fillojë të merret me problemet reale në vend. Kryeministri duhet të ndalojë me spine, ka probleme me çështjen serioze ekonomike, të cilave ai duhet të përgjigjet. Kur një person nuk ka asgjë për të thënë, nuk ka asgjë për të mburrur, asnjë projekt dhe asnjë parashikim të mirë për vendin, atëherë ai përdor spine të tilla, nuk është në pozitën që ka qenë, që vetëm sulmon pa asnjë arsye, shpik afera, skandale. Kryeministri Kristian Mickoski nga tubimi që mbajti të martën në Gustivar, i bëri thirrje kryetarit të LSDM-s Venko Filipçes që të tregojë se çfarë mendimi ka për paraardhësinë e tij, referuar Zoran Zaevit. I bëj thirrje Filipçes të tregoj publikisht se çfarë mendon për mentorin e tij, a ka qenë kryetari i mirë i qeverisë dhe a ka qenë mirë për Maqedoninë. Natyrisht nuk pres që ai të jep përgjigje që të gjithë ne si qytetar e dim mirë. Kjo është arsyeja sepse në këtë zgjedhje çdo njeri ka një moment në jetë kur duhet të vendosë. Mickoski ishte drejtuar edhe BDI-s, të cilën e akuzoi për, siç shpreh ai, zbrazjen e shtetit, duke treguar shifra me përqindje se sa është ulur numri i nxënësve, sidomos në komunat shqiptare.